Tashi, fjalë kalimi 1 2 3 4 5 6 apo jo? Jo, them tash 7. Mos ta lesh, ha? Po, absolutisht jo, tani kjo është basic, duhet të ndërgjegjësohemi. A duhet me pas njëtin password edhe në Facebook dhe në Instagram dhe në email? Asnjëherë. Mos e bëni të gabim, ha? Përdorni një logjik Po. për të ndryshuar diçka, të bëhet pak triki. Bëhet pak triki. Absolutisht, secili person nuk mendoj që mund të mbajë më 100 password, por prap ka një mënyrë se si ne të ruajmë këto password. A duhet vënë datëlindja në password? Jo, është lehtësisht e gjërmueshme, sepse minimumi në çdo login që ti bën të kërkohet ndoshta edhe një ID card ose një pasaport card, kështu që kushme për çdo person. Ja po i pyes për ju, po i pyes, ë? Jo datëlindjen. Jo datëlindjen, se ka shumë njerëz e majnë mend datëlindjen se më e thjesht. Mundet me të triggeruar dikush. Po, a mund të vidhen kartat e kreditit? Varet, po i keq përdorur absolutisht që të vidhen. Tani po të futem unë në lloj account-sh edhe të bëj blerje me kartën e kreditit, pastaj nuk do mbaj përgjegjësi askush tjetër përveç teje.